Të nderuar qytetarë të Kaçanikut. 6 kandidatë të Partisë Demokratike janë në garën e balotazhit për kryetar të komunave. Në ditën e parë të fushatës 6 ditëshe, kandidati i PDK-s për kryetar të Kaçanikut, Sabedin Vishi, ka kërkuar mbështetjen e secilit qytetar për të mbajtur bastionin e partisë edhe për 4 vjet. Vota juaj është zëri juaj për të ardhmen e fëmijëve tanë, kudo në komunën tonë. Kjo është koha të bashkohemi të gjithë pa dallim, të lëmë anash hatërmbetjet dhe të dielën të hedhim së bashku hapin e duhur për Kaçanikun. Këtë diel vendosim për të ardhmen e qeverisë së Kaçanikut. Kaçaniku ka nevojë për vendimin tuaj, ka nevojë për guximin tuaj. Në Prizren, kryetari aktual i komunës, njëherësh kandidat për një tjetër mandat, Shaqir Totaj përëroi rregullimin e një hapësire publike mes ndërtesave në lagjen Ortakoll. Ai tha se shtimi i parqeve dhe hapësirave të gjelbra është prioriteti i tij. Në zgjedhjet e 12 tetorit, Totaj doli i pari me 41% të votave. Ai lidhi koalicion me partinë e tretë në këtë komunë, LDK-n. Në Mitrovica, Arjan Tahiri, kandidat i PDK-s për kryetar, ka dhënë mesazhe përbashkuese. Tek ka lidhur marrëveshje për koalicion me LDK-n, AK-n dhe Partinë Demokratike Turke të Kosovës. Tahiri në raundin e parë mori 47.57% të votave e doli i dyti me 122 vota më pak se i pari, kandidati vetëvendosjes Faton Peci. Këto ditë kam vizituar familje dhe kam folur me qytetarë që punojnë çdo ditë për një jetë më të mirë. Kam folur me të rinj të talentuar, me prindër që kërkojnë siguri dhe me të moshuar që duan respektin. Për ta, për jo, për çdo qytetar që beson në këtë qytet, unë jam këtu. Jam këtu për Mitrovicën. Kemi kaluar sfida, por kurrë nuk e kemi humbur besimin. Kemi dallime, por qytetin që na rriti e duam të gjithë. E kryetari Vushtrisë Ferit Idrizi, njëherësh kandidati PDK-s për mandatin e dytë, njoftoi se nuk do të marrë pjesë në debatet televizive, me arsyetimin se kundër kandidati i tij nga vetëvendosja, siç tha, nuk e njeh gjuhën e argumentit. Idrizi doli i pari në zgjedhjet e 12 tetorit, në balotazh përballet me Sulejman Mehollin e LVV-s, i cili ka lidhur marrëveshje me kandidatin e LDK-s Xhafer Tahiri, dakordim ky që nuk mori aprovimin e selisë qendrore të Lidhjes Demokratike. PDK-ja në balotazh është edhe në Klin me kandidatin Sokol Bashota dhe në Dragash me Shaban Shabanin.